A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëvërësit. Allahun e falenderojmë, prej tij falje, ndihmë, udhëzim dhe shpëtim kërkojmë. Salavate dhe selame qofshin për edukatorin e njerëzimit, mëshirën përmbar botrat. Selame qofshin për familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinis dhe ndëgjues të Radio Vatit, jeni në valët 88.4 të Radio Vatit në emisionin fetar Këshilla e Xumas, që emetohet çdo të premte para namazit të Xumas. Unë udhëheqësi i emisionit Irfan Sulejmani, referent në Muftinin e Shkupit, ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Misafir të sotëm kemi hoxhën e nderuar Muhammed Efendi Sadiku, imam dhe hatib në xhamin Hafiz Xhavit Efendi Ibrahimi të fshatit Studeniçan. Hoxhë nderuar, se erdhët në emisionin tonë të radhës Këshilla e Xumas. Mirë se ju gjetëm, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe nga ana jo. Të nderuar teleshikues të TV Muftinis dhe ndëgjues të Radio Vatit, tema e sotme që do të elaborojmë së bashku me hoxhën e nderuar është Israja dhe Miraxhi. O gjeneruar, mund të na shpjegoni si për fillim se çka do të thotë fjala Isra dhe Mirax? Isra dhe Mirax janë mrekulli të mëdha që ja dhuroi Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xjalaluhu pejgamberit ton të dashur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pas Kur'anit azimu shan si mrekulli më e madhe, Israja dhe Miraxhi konsiderohen mrekulli më të mëdha që ja dhuroi Muhamedit alayhi salatu wassalam, Allahu xhalla shanu. Isra don të thot udhëtimi i pejgamberit alayhi salatu wassalam prej Mesjidi Haramit deri në Mesjidul Aqsa, prej Mekës deri në Kutsi Sharif. Pra udhëtimi që e mori në këtë udhëtim Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xjalaluhu. Ndërsa Mirax do të thot ngjitja apo ngritja e pejgamberit alayhi salatu wassalam nga Mesjidi Aksaja deri në sferat më të larta qiellore, deri në Sidratul Muntaha apo Kabe Kausaini, pra në pikën më të lartë qiellore. Këto janë pra mrekulli me të cilat e veçoi Allahu xhalla shanuhu pejgamberin ton të dashur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. O gjeneruar, mund të na tregoni se kur ka ndodhur në fakt kjo mrekulli e pejgamberit alayhi salatu wasallam, cila është koha apo si është? Kjo mrekulli ka ndodhur pejgamberit alayhi salatu wasallam në kohrat më të vështira që i përjetonte ai në Mekë. Pra në vitin e 12 të pejgamberisë së tij, thuhet 16 muaj para se të emigroj në Medinë në vitin 621 miladi. Pra ishte koha më e vështirë që e përjetonte pejgamberi alayhi salatu wassalam. Presioni i madh prej mushrikëve të Mekës, vdekja e bashkëshortës së tij, Hatixha radiallahu anha, gjithashtu e xhaxhait të tij Ebu Talibit, që ishin mbështetësit edhe përkrasit më të mëdhenj të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Bile kur ndrun jetë bashkëshortja e tij dhe Ebu Talibi, pejgamberi alayhi salatu wassalam këtë vit e quajti Sanatul Huzni, viti i pikëllimit. Gjithashtu i ndodhi edhe një ngjarje që ishte vështirë shumë për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Pejgamberi alayhi salatu wassalam pasi Mekasit e bojkotuan dhe mendonin që ta likuidonin pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ai mendoi që të kërkojë mbrojtje dhe strehim te populli i Taifit.
Mirë po edhe ata e pritën shumë keq pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ata e përzun, e gurzuan, e përgjakan pejgamberin alayhi salatu wassalam. Mbas kësaj ndodhie të rëndë për pejgamberin alayhi salatu wassalam, pejgamberi alayhi salam u largua prej atij vendi dhe ul me një vend që të pushoj. Dhe aty pejgamberi alayhi salatu wassalam bëri lutje dua te Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xjalaluhu. E lutja e tij ishte ai nuk ankohej për veten e tij, nuk ankohej për lëndimet që i mori nga populli i Taifit, lëndimet fizike dhe që lënduan edhe shpirtërisht, mirë po ai ju lut Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xjalaluhu duke ju lutur se nëse ti nuk je i hidhuruar me mua nuk më intereson vetja ime. Thuhet se transmetohet se i erdhi meleku Gjibril a.s. me melekun e maleve. Dhe pasi e përshëndetën pejgamberin a.s. i than, o i dërguar i Allahut, neve na ka dërguar Allahu xhalla shanuhu që ti vetëm të na japsh leje neve që ne ty përmbysim këto kodrat, malet e Taifit dhe ta shkatrojmë popullin e Taifit për ata që të bën ty. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, jo. Edhe melekët u habitën. Than, sadaka men semmaka raufan rahima. E ka thënë të vërtetën ai cili ty të ka qujt i mëshirshëm, zemërbut dhe i mëshirshëm. Pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, jo se ndoshta nga pasardhësit e tyre do të ketë që do ta besojnë Allahun xhalla shanuhu, do ta adhurojnë Allahun xhalla shanuhu. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë shumë zemërgjër, shumë i mëshirshëm, shumë tolerant. Pra Allahu xhalla shanuhu emron me emrat e tij të bukur. Këta janë emrat e bukur të Allahut xhalla shanuhu, Rauf dhe Rahim. Allahu xhalla shanuhu emron me emrat e tij edhe pejgamberin alayhi salatu wassalam, i butë dhe i mëshirshëm me njerëzit, me të gjitha krijesat. Allahu xhalla shanuhu. Po gjendëruar, çka i ka paraprin kësaj mrekullie? Këtë veç më treguam se kësaj mrekullie i kanë paraprir këto, pra vështirësitë që i përjetoi pejgamberi alayhi salatu wassalam në Mekë, vdekja e bashkëshortës dhe migjës Ebu Talibit, keqpritja në Taif, këto vështirësi. Goca edhe shpallja, apo 6 muaj nuk i ka zbritur ndonjë shpallje pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po, edhe kësaj periudhe. Edhe ajo ka qenë pra një mërzi për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Edhe këtu sikur Allahu xhalla shanuhu pejgamberit alayhi salatu wassalam don t'i thot se ti je lodh, je mërzit, ke vujt shumë dhe pasi ty po të braktisin njerëzit banorët e tokës, ne do të marrim ty në një udhtim për të ta bërë me dije se banorët e qiellit dhe Allahu xhalla shanu nuk të harron, nuk të braktis kur. Dhe për t'i dhënë kurajo pejgamberit alayhi salatu wassalam. Por o qëndëror, mund të na shpjegoni se si ka ndodhur kjo ndodhi Israja dhe Miraxhi? Israja dhe Miraxhi, Allahu xhalla shanu i përmend Isran në Kur'an edhe një sure emron me sura kaptina e Isras, ku në ajetin e parë Allahu xhalla shanu thot Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. I lartësuar, i pastër, i dlir nga çdo emet, është ai, pra Allahu xhalla shanuhu, i cili
e barti robin e tij nga Mesxhidi Harami deri në Mesxhidi Aksa, rrethinën e së cilës e kemi bekuar, për t'ja treguar disa nga argumentet e tona, nga mrekullitë tona, nga shenjat e tona. Vërtet, ai është dëgjuesi dhe që sheh çdo gjë. Pra dëgjuesi i fjalëve të Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe pamësi i punëve të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ndërsa gjithashtu kemi edhe në surën An-Najm disa ajete të Kur'anit famëlar që indirekt flasin për Mi'rajin, ngritjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam deri në sferat më të larta qiellore. Gjithashtu edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, pra kemi hadithe, transmetime nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë ndodhi, këtë ngjarje, këtë mrekulli e transmetojnë mbi 40 ashab të pejgamberit alayhi salatu wassalam. E pejgamberi alayhi salatu wassalam e përshkruan në detaje se si ka ndodhur Israja dhe Mi'raji. Unë në përgjithësi vetëm do të mundohem ta përshkruaj parafërsisht si na e përcjell pejgamberi alayhi salatu wassalam. Thuhet se pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte duke fjetur, duke pushuar, ka 3 mendime, në shtëpinë e tij, në shtëpinë e Ummu Hanit, apo ishte duke flet, duke pushuar në Qabën e bekuar. Erdhi Meleku Xhibril alayhi salam. Meleku Xhibril alayhi salam thuhet se transmetohet se ja ka pastru zemrën pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ja ka hap gjoksin, ja ka nxjerr zemrën, ja ka pastru zemrën, ja ka vendos, pra për ta përgatit për këtë udhtim të bukur pejgamberin alayhi salatu wassalam. E pejgamberi alayhi salatu wassalam tregon se pastaj se si e kanë marrë në këtë udhtim në shoqëri të Melekut Xhibril alayhi salam dhe në shoqëri të Burakut. Buraku, si e përshkruan pejgamberi alayhi salatu wassalam, një kafsh e bardh mes mushkës dhe gomarit, vet nga emri Burak, do të thot shkreptim, që do të thot shumë e shpejt. Tregon pejgamberi alayhi salatu wassalam se aty ku i arrinte shikimi, e arrinte shpejtësinë. Pra kjo kafsh, ky mjet i udhimit i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra thot me Burak, në shoqëri me Melekun Xhibril alayhi salam, e morën prej Qabës e bekuar deri në Mesxhidil Aksa. Dhe aty thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kishin zbrit në Mesxhidi Aksa të gjithë pejgamberët e Allahut xhalleshanu për ta prit pejgamberin alayhi salatu wassalam. E pejgamberi alayhi salatu wassalam u bë imam i gjithë pejgamberëve të Allahut xhalleshanu. Para të ka dhe epitetin Imamul Anbiya war Rusuli, imami i pejgamberëve dhe të dërguarve të Allahut xhalleshanuhu. Pas i fali 2 rekat namaz, pastaj pra e vazhdoi udhtimin e tij për në Mi'raj. U ngrit transmetimi siç është takuar me pejgamberët e dalluar të Allahut xhalleshanuhu. Së bashku me Melekun Xhibril alayhis salam, pra na sqaron se si kanë kërku leje që t'i hapet qielli i parë i dunjas. Pasi kanë marrë leje, pra ju ka dhënë leje, ata kanë kalu në qiellin e parë të dunjas, është taku me Ademin alayhis salam. Ai ka dëshiru mirëse ardhje, pastaj në qiellin e dytë me Isain alayhis salam dhe Yahya alayhis salam, në qiellin e tretë me Jusufin alayhis salam, në qiellin e katër është taku me Idrisin alayhis salam,
në qiellin e 5 me Harunin a.s., në qiellin e 6 me Musën a.s. dhe në qiellin e 7 me Ibrahimin a.s. Të gjithë këta pejgamber të dalluar të Allahut xhallashanuhu i dëshironin mirëseardhje pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe pastaj në qiellin e 7, prej qiellit të 7, pejgamberi alayhi salatu wassalam u ngjit deri në Sidratul Muntaha, deri në sferën më të lartë qiellore. Deri taj vend që aty mo nuk ka qenë as një krijesë Allahu xhallashanuhu, as meleku Gjibril më i madh, meleku më i afërt, po as edhe ndonjë pejgamber apo njeri tjetër. Po, pra ati u taku me Allahun xhallashanuhu wa xhalla xjalaluhu. Meleku Gjibril a.s. pra i tha se unë më nuk mundem të shoqëroj ma tepër. Nëse lëviz edhe sa një hapi milingonës, do të digjem. Pra, pejgamberi alayhi salatu wassalam pasi shkoi në atë sferën më të lartë dhe u taku me Allahun xhallashanuhu wa xhalla xjalaluhu, aty është interesant në uljen, çdo ulje në namaz e këndojmë et-tahiyatu. Ishte përshëndetja e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ishte ajo biseda e pejgamberit alayhi salatu wassalam me Allahun xhallashanuhu. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, pra nëse mundet të shkurtimisht ta shpjegoj, e përshëndet, thot et-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu. Përshëndetjet, bekimet, lavdërimet, zotrimi i çdo gjëje i takojnë Allahut xhallashanuhu. Dërsa Allahu xhallashanuhu ja kthen: Assalamu alayka eyyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja e Zotit qoftë mbi ty, o pejgamberi i Allahut. Mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ty, o pejgamber. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ja kthen: Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Paqja e Zotit qoftë mbi ne dhe mbi njerëzit e mirë. Dhe ku dëgjuan melekët këtë, të gjithë melekët e qiellit, e qiejve, të gjithë njerëzit e thanë maksimën, dëshmin: Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër pos Allahut xhallashanuhu dhe se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij. Pastaj thuhet këtë kur e dëgjuan edhe melekët e tjerë edhe të qiejve dhe të tokës, i kënduan salavatet: Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Pra, o Allah, dërgoj salavate dhe selame Muhammedit alayhi salatu wassalam, ashtu siç i dërgove Ibrahimit alayhi salam dhe familjes së tij. Vërtet ti i lavdëruar dhe i falënderuar. O Allah, bekoje Muhammedin alayhi salam dhe familjen e tij, ashtu si e bekove Ibrahimin alayhi salam dhe familjen e tij. Vërtet ti je i lavdëruar dhe i falënderuar. Pra kjo ishte biseda mes pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe Allahu xhaleshanu wa xhelal. Allahu shpëlef. Mirë, po o gjënderuar, çfarë kishte parë pejgamberi alayhi salatu wasalam në Miraç? Mund të na tregoni disa mrekulli që i ka parë vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam? Ashtu. Mbas haditheve që i transmeton vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në këtë udhtim pa shumë gjëra. E pa xhenetin, e pa xhehenemin, pa pamje të ndryshme, pa pamje të njerëzve që janë duke u shpërblyer dhe pamje të njerëzve, të grupeve të njerëzve që janë duke u dënuar për gjunahet, mëkatet e mëdha. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, pra ne do t'i sekim vetëm disa
nga pamjet e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Për shembull, e pa dunjan si një plak, po e stolisur me shumë stoli, dhe e pyeste melekun Xhibril alayhi salam, kush është kjo? Ai përgjigjej dhe i thoshte, kjo është dunjaja. Pra, dunjaja në formën e plakës, e stolisur me shumë stoli. Kjo ka një kuptim të madh, se dunjaja është e shkurt, është kalimtare. Pra, sa i ka ngel jetë kësaj plakës, edhe dunjaja është, do në thot, aq e shkurt është. Sa do që t'jetosh në këtë botë, dunjan duhet me matë ne me jetën e njeriut. Sa jeton njeriu në këtë botë? Kur të ndroj jetë, pra ndodh më kiameti i tij. Pra e ka atë kuptim dhe stolisur, sikurse dunjaja, bota që është me stolisur me gjëra të ndryshme, me epshe, me dëshira, me shumë gjëra të mira, është e mashtrueshme. Duhet të kemi kujdes që mos të mashtrohemi mas dunjas. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam i pa një grup të njerëzve që u aprenin buzët me gërshër, u aprenin buzët e tyre dhe gjuhët e tyre. Dhe meleku Xhibril alayhi salam tha se këta janë predikuesit e fesë, që flasin ndërsa ndryshe veprojnë. Pra dhe Allahu xhalleshanu në e tërhek vërejtjen për këtë çështje dhe thot Bismillahirrahmanirrahim, ja ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. O ju besimtar, pse flitni atë që nuk e punoni? Është mëkat i madh, gjunah i madh te Allahu xhalleshanuhu të flitni e mos të veproni. Fjalët e mira, fjalët e bukura, fjalët e ëmbla, mirë po punët këtë ndryshe. Kjo është kontrast. Pra, për këtë duhet të kemi kujdes të gjithë ne, dietarët, hoxhallarët, që atë që e flasim mundohemi spari vetë ta aplikojmë, ta praktikojmë në jetën tonë të përditshme, që të jemi edhe shembull për të tjerët. Pejgamberi alayhi salatu wasalam pastaj pa një grup të njerëzve që i thyenin kokat e tyre në shkëmbinj. Vazhdimisht i thenin kokat e tyre. Dhe kur pyeti se kush janë këta, meleku Xhibril alayhis salam tha, këta janë ata që nuk e kanë fal namazin. E kanë lënë pas dore namazin. Namazet që i kemi fars, obligim të domosdoshëm, 5 kohët e namazit, namazin e xumas. Pra këta nuk e kanë fal namazin. Ky është dënimi me që ata dënohen. Namazi është tylla kryesore e fesë islame. Pastaj pa një grup të njerëzve që notonin në gjak dhe hanin gur, futnin gur në gojat e tyre. Këta tha janë ata që kanë ngrënë kamatën. Pastaj pa një grup të njerëzve që hanin mishin e vllaut të vdekur. E këta janë ata që kanë përgojuar të tjerët. Ua kanë bën fjalëve pas shpinë të tjerëve. Pra gibet kanë bën gibet, i kanë përgoju të tjerët. Pastaj pa njerëzit që shpifin për nderin e besimtarve, shpifin për të tjerët, shpifin për nderin e grave, për nderin e vajzave të tjera, duke u dënuar shumë rand, shumë vështirë. Kështu pra pejgamberi alayhi salatu wasalam i pa njerëzit që bënin gjunahe mëkate të mëdha duke u dënuar shumë rand, shumë vështirë. Allahu na ruajt inshallah dënimit të Allahut. O xhener Allah ju shpëlbeft inshallah. Pyetje për fund, pak shkurtimisht për shkak të kohës. Si ishte kthimi pejgamberit alayhi salatu wasalam prej Miraxhit?
Vetëm do ta cek edhe atë që është thelbi i Mi'rajit, ku gjatë kësaj nate, në natën e Mi'rajit, pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe ummetit ju bë fars namazi, 5 kohët e namazit. Dhurat për pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe për gjithë ne, si ummeti pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: "As-salatu mi'rajul mu'mini." Namazi është mi'raji i besimtarit. Ashtu si është ngrit pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe është taku me Allahun xhalleshanuhu, edhe ne 5 herë në ditë takohemi me Allahun xhalleshanuhu dhe ngritemi shpirtërisht te Allahu xhalleshanuhu wa xhalla xjalaluhu. Pra, si ishte ajo historia, njëherë 50, pastaj te Musa alayhis salam dhe kthehet përsëri, lutet për lehtësim derisa zbret në 5 kohët namazit, po shpërblimin do ta keni sikur çdo vepër e mirë 10 fish. Dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam pasi u kthy prej Mi'rajit, shkoi në Kabe dhe i thirri njerëzit dhe i informoi njerëzit, i lajmëroi për këtë udhtim që e ka bërë. Normal, kjo ishte edhe një sprov për besimtarët. Mushrikët, ata vazhduan që të tallen, të përgënjeshtrojnë edhe më tepër pejgamberin alayhi salatu wassalam. Besimtarët që ishin besimtarë vendosur, të sinqert, e besuan pa dilemë këtë mrekulli që i ndodhi pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kjo e kemi rastin e Ebu Bekrit radiallahu anhu, kur ata mushrikët i thanë se shoku yt thot se në një pjesë të natës, pra për një kohë të shkurtë të natës, ka shku deri në Mesxhidi Aksa, kështu është ngjit në qiell. Tha, a e beson? Ebu Bekri radiallahu anhu tha, po, e besoj. Se unë e besoj se i vjen shpallja nga qielli. Dhe për atë pejgamberi alayhi salatu wassalam, prej asaj dite, Ebu Bekrin radiallahu anhu e quajti, tha, innehu la siddiq, aja është i sinqert, është besnik, është i sinqert. Kështu, pra, besimtarëve ju shtu imani, ju shtu besimi. Mrekullit, pra, këto thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk i ka bën vetë, po këto i ka bën, pra, në këtë udhtim e mori Allahu xhalleshanuhu wa xhalla xjalalu, i cili është i plot fuqishëm, i gjithë fuqishëm, dhe mjafton që ai të thot për një gjë kun fayakun, bëhu dhe ajo bëhet. O gjendëruar, edhe njëra Allah i shpërbleft për elaborimin e temës dhe shpresojmë që këshillat e juaja kanë qenë të dobishme për teleshikuesit e TV Muftinis dhe ndëgjuesit e Radio Vatit. Faleminderit edhe juve, amin inshallah. Shfrytëzoj rastin t'ua bëj për hajër natën e Isras dhe Mi'rajin, duke lutë Allahun xhalleshanuhu që Allahu xhalleshanuhu na bekoj, Allahu na i pranoj ibadetet, lutjet e tona, Allahu na e mundsoj të arrijm muajin Ramazan. Amin inshallah, faleminderit o gjendëruar. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinis dhe ndëgjues të Radio Vatit, këtu është fundi i këtij emisioni ku mysafir kishim hoxhën e nderuar Muhammed Efendi Sadiku. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje. Allahu të na i pranon gjitha lutjet dhe ibadetet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.